Po thu që LDK dhe PDK për 10 vjetë do jenë rënje? Gjithmonë. Mu më ranë në përshtypje kërë të gjova ish presidenten Vjosës Mani me një deklaratë. Bile u frigova shumë. Pse? Pse që ka po tha, në qofë se nuk fitojmë ne, për sërin zgjedhje kene me shku. Mire ka pos. Dhe thash se LDK-ja, PDK-ja ku edhe 10 vjeqashën arshëm, nuk do të marrë ma shumë se 8-19 në rënjë është. Nuk kanë kapacitet me marrë ma shumë. Po thu që LDK dhe PDK për 10 vjetë do jenë rënje? Gjithmonë. Është evidente. Dhe thot, qëfar kërcënimi qytetare, po thot, një ish presidente, me ranë qëtë nivel, me shku në përlagje, në përfshatra, me kërku vota, kur deri para disa muaj ka qenë nivel superior, dhe kjo është dështim total. Dele dhe ofendon popullin e inteligencën e votuese, thotë që në qoftë se nëjve nuk na votoni, përsëri zgjedhje ju çojmë. Kjo është një kërcënim indirekt. Diskurs të njëjtë ka përdorur dhe zotri Kurçi, duke thënë që në qoftë se balancohet. Bile edhe një tash e tha që fushata ka filluar në hajgare me bo. LDK-ja në kërë, në taksi, diqysh. Po është strategji. Edhe pyetje një gazetar tha, pse nuk e pranove marrëveshjen e kur ka 4 ministri 5 ju, edhe ma shumë ko marrë, po s'kom dasht.